Në datën 5 maj 2026 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike procedura e prokurimit me objekt blerje, dekorime, furnizim dhe vendosje për festat e 1 qershorit, zbukurime dhe shërbime argëtimi, kampionati botëror i futbollit, flamuj kombëtar, tetori roz, si dhe festat të ngjashme lokale me fond limit 53.920 pa TVSH. Data për të zhvilluar tenderi ishte caktuar më 15 maj 2026. Duke parë këto afate të ngushta, mendja të shkon në 2 gjëra që fshihen. Ose këtu furnizimet nuk do të bëhen dhe parat ndahen, ose fituesi është i paracaktuar dhe procedura bëhet thjesht për të qenë në rregull me letrat. Në datën 11 maj 2026, operatori ekonomik Optima Communication SPK ka dorëzuar një ankesë ku kërkon modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit. Komisioni i prokurimit publik ka publikuar pas disa ditësh ankimuesin dhe kërkesat e tij. Ndërkaq, në datë 18 maj 2026, Bashkia e Durrës do ta njoftonte KPP-n se e ka shqyrtuar dhe pranuar ankesën e kompanisë Optima Communication SPK. Por, nuk mbyllet me kaq. Kutia e Pandorës ishte hapur tashmë. Më 21 maj 2026, kompania dërgoi një shkresë me argumente mbi kërkesat për sqarime në lidhje me disa pika të ankesës trajtuar me vendimin e Komisionit të Ankesave të Bashkisë Durrës. KPP mori në shqyrtim ankesat dhe konstatoi se kërkesa për ndryshim të dokumenteve lidhej ndër të tjera me afatin e ngushtë. Sot në datë 11 maj 2026, Bashkia e Durrës ka publikuar një shtojcë me ndryshime të kritereve, ka përcaktuar datën e re të zhvillimit të procedurës 22 maj 2026. Grupi i parë prej 8 produktesh janë të destinuar për festën e 1 qershorit, përshkruan rrethanat ankimuese.